Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka komentuar largimin e deputetit demokrat Dashnor Sula, i cili hyn në zgjedhje si kandidat në listën e koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet. Berisha tha se të rreshtohet me opozitën e opozitës, pra de facto me një patericë të Edi Ramës, sipas tij nuk është zgjidhja. Gjithashtu ai theksoi se mbrojtja e kryeministrit është puthja e Judës për Dash Sulën. Një pjesë nuk është e vërtetë se e kanë braktisur, se nuk janë në zonë të sigurt. Një pjesë prej tyre ka thënë më përpara se nuk do të hyjë në garë. Në tërësi deputetët kanë pranuar verdiktin e listës. Tani nuk përflas për ndonjë që nuk e pranoi verdiktin, por unë mendoj se betejë me Edi Ramën zhvillohet jo nga opozitarët e opozitës, por në gjirin e aleancës më të fuqishme. Mbrojtja e kryeministrit është puthja e Judës për Dash Sulën, i cili ka karrierën e tij, por mendoj se hapi që bëri rreshtohet me opozitën e opozitës. Pra de facto me një patericë të Edi Ramës, në vlerësimin tim nuk është zgjidhja, thot Berisha. Ndërkohë Dashnor Sula reagoi edhe ditën e sotme disa herë, duke i bërë të qartë kryedemokratit Berisha se nuk pranon që të përdhunohet prej tij. Dash Sula u la në listën e hapur të qarkut të Elbasanit, ndërkohë në procesin e primareve në këtë qark, ai ishte kandidati më i votuar. Në momentet e fundit, Dashnor Sula firmosi bashkëpunim me Adriatik Lapajnë dhe Endrit Shabanin në koalicionin e tyre Nisma Shqipëria Bëhet, duke u futur pjesë e listës për Elbasanin.